Aspekti politik, shanset më të mëdha I ka zonja Osmani për presidente, sepse në disa situata s'paku se fundi me bordin me pjesëmarrjen e saj në Davos në bordin e paqes në klubin e zotit Trump, është një akt inkurajues për vendin tonë që duhet me përshëndet, por se ka pas edhe lojalitet të tepruar në situatat të ndryshme gjatë këtyne 4-5 vjetëve që po bëhen tash, kur ka qenë tepër lojale ndaj partisë në pushtet dhe aktorëve të fuqishëm kësaj partie, gjë që e ka pengu që të jetë që ta thjesht ta aplikoj atë vetë përmbajtjen institucionale që thuhet, që të jetë e panshme dhe të garantoj mbi të gjitha, të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve, gjë që nuk e ka bën madje ajo e ka bën një hap tejet antishtetenor me denoncimin e një antari të gjykatës kushtetuese ku I vendi rrezikohej të mbetej për një menë ngerç institucional sepse gjykata kushtetuese e humbte fuqinë e vendimmarrjes sepse nuk I kishte antarët e plot për vendimmarrje dhe mund ta çonte vendin në një kollaps. Dhe kështu që ajo veç me thoni tash pse ajo nuk e përmendi më atë rast, nëse pas ka qenë ky njeri I rrezikshëm për sigurinë nacionale, ajo dash me shku deri në fund, dash me u njeh kjo procedurë. E jo me thonë, me u tërheq edhe me heq pastaj.